Sot jem fshatin e Kos, 27 mars 2025. Po i bëtë lëndëmira funit i Las Hoti, babës të përësorit Frim Hoti. Pare, profesor Afrem Besnik, që t'ju që sot po e ndëroni kujtimin për plakun e urt, i cili ka fitu respektin jo vetëm timin, për shumë qytetarëve tonë qatë gjithë jetës, një pa mbesa, kushëri, kojshi, që t'ju të praneshëm, po gjallar, një respekt veçant, jo vetëm unë, për plot, pa qytetarët tonë e kanë pasur në vazhdimësi për pasin i Laz, edhe për faktin që ka qenë një familjari mirë, një punëtor i dalluar, po edhe për faktin që ka kriju një familje të shëndosh, e cila familje në vazhdimësi i ka qëndru besnik vijës, se atë dashuris edhe djemë të ti, duke përfshi Shkërzenin e ndjerë, Zenin, i cili ka qenë i kontributor shumë i madh për çështjen e lirisë tonë, po ashtu Fahreu, profesori Afrem, kanë kontribuar drejt për drejt në luftën për çlimin e Kosovës dhe natyrisht e di që jemi në kushte jo të mira atmosferike, përderisa ka pas respekti sa ka qenë gjallë. Pastaj Laz e sot po ndahemi për ti fizikisht, meriton të tri fjalë respekti e mirënjohje konsiderate edhe në momentin e fundit kur po ndahemi prej tij, sepse vërtet e ka meritu një respekt tillë dhe ne ndjejmë e pas një dhimbje me familjarët, me djemët, me nipat, me mbesat, me kushërit dhe me gjithë ata që kanë dhimbje për humbjen, për ndarjen nga jeta të Pasilas. Po ashtu e kom për obligim sepse bashkëpunëtori im Besniku, nipi i Pasilas, që është dhe drejtori i administratës së komunë, ka pas një kujdes të jashtëzakonshëm, sidomos kohëve të fundit, kur ai ka qenë në gjendje të rënduar shëndetësore dhe natyrisht besoj që ja ka bo halal se ka qenë çdo ditë i angazhuar, përveç mjekëve, çdo ditë i angazhuar dhe çdo ditë është kujdes për shëndetin e Pasilas. Edhe njëherë në ushtrime, sot u lashtash, u takofshin pas tashit për gëzime, e pas të letë dhe unë e Kosovës. Jori një ashtë. Më thonë gjithë, edhe nuk ju presin për me ju përshëndet për shkak të urdhën. Edhe po mje 3 ditë me ditën e sotit, Zoti ju shpërblet gjithë. Faleminderit shumë. Baram hajda. Ju përshëndesim nga atë kosti edhe herë, i ngushëllime afrimit e familjes Hoti.